Mirë, ndërkohë ka një lajm të fundit, ka një marrëveshje që është arritur për armëpushimin në Ukrainë, po besoj kolegët e mi do na informojnë pas pak, po në këto minuta të mbetura zoti Klosi. Atëherë, sot kemi dhe një deklaratë të Eron Braçës, i cili, Heroni ndërherë edhe rrëmbet, dhe bën deklarata emocionale, sigurisht do ishte humbje nëse ai nuk do kandidonte më, nuk do ishte më deputet i Kuvendit të Shqipërisë, po ka një deklaratë që ai mos marrë më pjesë në proces, nuk e di sa e vërtetë është kjo. Tani Erion Braçë është Erion Braçë dhe e ka pasur gjithmonë stofin e rebelit. Dhe nga ajo që unë dëgjova në deklarimet e sotme, nuk ishte kjo që largohet, është një nga punët e fundit të këtij parlamenti. Po, e kishte lënë pa, ishte pak provokative. Erioni e ka, le të themi, atë kauzat e tij mbron me shumë forcë, edhe kërkon që të dalin kauzat e tij. Po nuk kishte sulmuar shumë hapur ministrin e financave. Po dakor, pra Erioni nuk është se ka për herë të parë që ta bëjë opozitën ashtu siç ai e mendon. E ka mbas atë ndjesinë e lajmit, ndjesinë e gazetarit, ndjesinë e deputetit, ndjesinë e të majtit dog, padyshim të socialistit vërtet, nga ata socialistë që i bëjnë nder Partisë Socialiste, dhe unë kur pash portalet e mendova si histori portalesh, kur pash deklaratën e tij, dhe është e vërtet, është një nga punët e fundit që ky parlament realizon, po që s'kishte lidhje besoj me individin. Prandaj mendoj që duhet parë në vazhdim se si do të shkojë ky proces. Mund të bëj pyetjet Klosi një gjë të fundit fare, pse u shpreh Rama hodhi një ide që ndoshta edhe mund të mos kandidoj si deputet. Ç'është kjo? Çfarë kuptimi ka? Jo, fakt është diçka tjetër që kishte të bënte me mu duk si kërcënim, mu duk pak deri diku si kërcënim demi ndaj vetëve. Pra, kemi pasur një ndjesi që të gjithë drejtuesit politik do ishin listë hapur, siç faktikisht të gjithë drejtuesit politik në zgjedhjet 2021 u vunë në limit. Në fund fare. Në fund. Dhe kjo i dha shumë energji gjithë listës. Duke qenë drejtuesi politik natyrisht me shumë, le të themi, prezencë publike, njohje nga elektorati, njohje me struktura, drejtuesi strukturave. Pra, vota shkon të drejtuesi politik, dhe kjo e bëri në 2021 të gjithë listën të vojë në një tension, sepse që drejtuesin përgjithësi e kalonin pragun, dhe kjo i bënte... Jo e kalonin, po e strokalonin pragun. Pra ishin dhe një farë mënyrë i vynin hak pa dashje, vynin hak tjerëve. Kur thamë në fillim që drejtuesi politik dhe vetë Edi Rama do të ishin në listë të hapur, ishte me atë ndjesinë e zgjedhjeve të kaluar, por tani si ka ardhur kjo gara e re, gara e atyre deputetëve që janë në listë hapur, është garë me një vot. Pra, nuk është si e kaluar që ishte me listë dhe me renditje dhe duhet merre hersi që ta thyejë renditje. Kjo është me një vot. Pra, në qarqet caktuara garojnë X deputet, në Tiranë 37 deputet, të cilët garojnë për një vot më shumë se sa kolegët e tyre. Dhe futja drejtuesve politik dhe kryetarit e bënde një garë ku drejtuesit bëheshin manjet në listë sigurt, po jo në listë fare. Të shpjegoj pjesën e parë, pjesën që pse nuk është në listë hapur, sepse realisht gara do të prishe. Pastaj pjesa tjetër, ta po e mendoj vendimin, nuk është se ta një vendim të fundit, por padyshim kryeministri është kryeministër, është drejtuesi i partisë dhe i ka të gjitha atributet kudo qoftë në listë. Pra, po them që kjo është ndjesia që pse si jemi ne në listë të hapur, sepse drejtuesi politik padyshim ndërrikon garën për të tjerët. Bëhet manjet që thith më shumë votat, ndërkohë që duhet të jenë të gjithë kolegët që garojnë në mënyrë të shpërndarë kudo në Shqipëri, në gjitha listat të shpërndarë në 12 qarqe në kudo në Shqipëri, të garojnë me emrin e tyre, natyrisht me siglën e partisë. Pra Petro Koçit pak të kjo pjesë ka drejta, po se kjo që Koçi që ngreti parë publikisht para 2 ditësh, pra ka drejtë kjo pjesa që do ta fuste ngërsh garën temi Prania Ramës në listë. Dhe këtu padyshim, ata që janë deputet me emër, deputet me mandat, deputet që kanë qenë më pranë njerëzve, janë dhe më të vlerësuar nga njerëzit dhe nuk diskutohet. Jam për shumë në qark që unë drejtoja qarkun e Vlorës, ka 12 deputet, 4 në të mbyllur, 8 në të hapur, nga 12 dalin 4, pra ka hapësira për të garuar. Nuk është e njëjta gjë në qarqet më të vogla, ku janë më pak deputet, po kudo ka garë, edhe kudo Partia Socialiste, dhe këtë
mekanizëm e shfrytëzon më mirë dhe do shikoni listat e PD-s nesër, se si do ta ngurcojnë pjesën e mbyllur dhe se ngelëm te paralajmërimi Braçës në Strisha, por çfarë parashikimi keni ju, zoti Klosi, për temi rezultatin e Partisë Socialiste këto zgjedhje dhe e bashkëngjitur me këtë efekti Veliaj në këtë rezultat? Është pyetje që është bërë se në të gjitha studiet që kam qenë, pra çfarë parashikojmë, padyshim parashikojmë të jemi më të fortë se sa në 2021, për ato çfarë kemi bërë dhe për ato çfarë premtojmë të bëjmë, për mënyrën se si do ta organizojmë të fushat, për mënyrën se sa shumë kemi punuar që kur të vi kjo ditë të jemi të përgatitur dhe mos kemi surpriza në strukturën tonë, që jam më shumë se sa në 2021 nuk do të thotë wow, po do të thotë që të jemi shumë më shumë me mandate, të jemi më 74 mandate, të jemi më shumë në mandate, po të jemi më shumë edhe në pëlqim publik edhe në vlerësim publik. Është dhe vota e diasporës, e cila është një votë e re, një ekuacion i ri i shtuar në këtë enigma tonë elektorale, e cila sjell me bindje një votë majoritare të fortë për Partinë Socialiste, pasi kemi punuar shumë edhe për atë votë dhe kemi një përpjekur që të shkojmë me shumë, le të themi, forcë te kjo raport i ri që është ndërmjet emigracionit edhe Shqipërisë, pra shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve në emigracion. Një politikë kombëtare kjo që duhet vlerësuar më së miri. Dhe padyshim edhe në Tiranë, ku marrja e Erion Velis nga detyra, dhe këtë e kam thënë shpesh dhe kemi thënë gjithmonë, në vazhdimi punëve dhe projekteve të nisura në Bashkinë e Tiranës, padyshim do ndihmonte qytetin 8 së më përpara dhe kjo ka ndikimin e tij. Por Partia Socialiste është parti e fortë që struktura është e qëndrueshme, struktura është, le të themi, mbledh votën masive, ku individët kryejnë ato rolet e tyre, po struktura është e qëndrueshme, punon dhe besoj edhe në Tiranë do të kemi fitore të pastër elektorale. Një koment i shkurtër, Skënder? Lidhje me deklarimin e rezultatit që thot Klosi, pra do kemi më shumë se 74 mandate dhe efekti Velia në Tiranë që thot ai është, po temi nuk është ndjeshëm. Partia Socialiste ka dy element, një të favorshëm dhe një të pafavorshëm në këtë zgjedhje në krahasim me 2021. Në 2021 pati koagulimin maksimal të opozitës dhe goditjen e fokusuar me gjithë ligjin elektoral u arrit të krijojë një masë kritike e cila mori jo pak vota. Domethënë 2021 ka qenë ai 35.000 votë që i famshëm që Lulzim Basha thoshte Majtas Djathës, që ne kemi distancë krejt e vogël, kishte parasysh thesin e madh votave proporcionale, domethënë që vërtet LSI-ja mori shumë vota dhe mori pak mandate, sepse ishte ligj elektoral. Në këtë sens, PS këtë radhë ka një avantazh të madh, në krye është Berisha, Spaku ka hyrë dhe ka bërë masakër politike në krye të opozitës, siç e tham, Berisha është i, më fal, po krerët e partive, në paktën Ramën e kemi në fushat, Berishën e kemi vërtet, po e kemi të pandehur. Ilir Meta nuk e kemi në fushat. Mediu është i pandehur gjithashtu. Pra, janë me probleme të rënda. Gjithashtu, përçarja e skajshme, edhe për shkak të partive të reja, po edhe për shkak të grimcave të tjera që kanë dalë nga PD, e ka lënë Berishën vetëm me besnikët. Pra, ky është një avantazh. Në anën tjetër është dizavantazhi i konsumit. Janë 4 vjet më tepër në krahasim me 2021. Është një histori me Spakun që ti sapo e the më tepër dhe është një peshë e shtuar, kështu që nuk e dim si do balancohen këto dyja. Unë mendoj që nuk do të jetë shumë larg rezultatit 2021. Klosi, 4 vitet për mua shërbejnë për dëshmuar edhe njerëz se si punojmë edhe çfarë kemi realizuar në këto 4 vjeçar 2021-2025. Kemi bërë gjëra të mëdha dhe kemi shtruar një rrugë shumë të rëndësishme për integrimin në Bashkimin Evropian, kemi ndryshuar shumë gjëra në infrastrukturë, në rritjen e ekonomisë së vendit, në turizëm, në shumë aspekte të jetës së vendit, në spitale, në shkolla, në infrastrukturë, në të gjithë vendin. Prandaj këto 4 vite na kanë ju e shikoni si barë, unë e shikoj si progres edhe si mundësi për njerëzit për na gjykuar për më mirë. Unë kam vetëm një pyetje të fundit, zoti Klosi. Megjithëse ju do i fitoni zgjedhjet, paktën edhe sondazhet që sapo kanë dalë sonte tregojnë diferencën midis jush dhe kundërshtarëve, Ramës me rivalin e tij drejt për drejt dhe përqyeshmëritë e politikave. Por
Berisha për shembull dje dha një mesazh, ta mua më ka marrë fles nga Edi Rama që ta shkrim SPAK-un dhe unë e kam refuzuar atë. A mund t'i premtoni sot shumicës e votuesve shqiptarë cilët e përkrajnë drejtsinë e re, pavarësisht që dikush mund të jetë i mërzitur, i shqetësuar për mënyrën si trajtuar Jon Veliaj, apo si ndonjëherë ka 2 metra të ndryshëm se si trajtohen të majtët dhe djathët nga prokuria e posaçme, por a i premtoni shqiptarëve që nuk do keni një pazar të ri për drejtsinë e re me Sali Berishën? Ne kemi premtuar këtë shpesh, Edi Rama e ka thënë sa herë ka dalë në televizor, që e vetmja garanci për funksionimin dhe ekzistencën e drejtësisë së re është Partia Socialiste. Pra, ndryshimi ndërmjet Edi Ramës dhe Sali Berishës është i tillë që Edi Rama thotë jemi ne garantë dhe Partia Socialiste do ta vazhdoj drejtsinë e re, do të mbështesë organet e drejtësisë së re dhe Sali Berisha i dele thotë ta shkrijë SPAK-un. Pra, dy botët janë aq shumë të ndara nga njëra tjetra, sa këtu nuk ka nuanca, këtu është pra jo pazar i ri për drejtsinë e re. Nuk ka një pazar të ri për drejtsinë e re. Deni Klosi, faleminderit që shumë nga në program. Faleminderit që suksesin e sëndark në ora 7. Skënder, faleminderit. Të shihemi nesër në ora 8 në Ristori, ku me gjas socialistët, por dhe rivalët e tyre do të kenë zyrtarizuar listat e demokratëve dhe do të shikojmë se sa sukses do ketë patur SPAK në këto 2 lista. Shihemi nesër në ora 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natën e mirë.